Madje zoti Rama në mos gaboj tani vuri dhe njerëz të Partisë Demokratike, ishtë Partisë Demokratike, tregojnë një farë mënyre që vetë këta njerëz jo thjesht ishin të paqartë, po ishin armiqësor me hapësirën e tyre. Dhe deri tani nuk pati protesta. Nuk pati protesta as në vitin 2024 kur u shpall projekti i çiftit Kushner, por që kuptohet nga pas ishin biznesmen arab. Çuditërisht, një projekt tjetër si vlla me këtë, po jo në këtë habitat në Beograd, pati përplasje shumë të mëdha nga komuniteti dhe për një godin që kishte për ta rëndësi simbolike. Simbolike, po. Bombarduar nga NATO. Edhe të bombarduar, po edhe ishte ndërtesë që ata e konsideronin si një nga ndërtesat e para neoklasike pas luftës dytë botërore. Dhe me këtë status të dyfisht ata u munduan që ta ruani dhe arritën deri diku. Vetë çifti Kushner u tërhoq, në mendimin tim bëri mirë sepse edhe Serbia ka hapësira plot ku ata mund të operojnë. Kurse në vendin tonë, në këtë hapësirë, po mendoj që edhe në këtë moment kur është marrë ky plan zhvillimi, mund të veprohet shumë mirë tashmë që të korrigjohen të gjitha padrejtësitë dhe njerëzit, komuniteti që pretendojnë atje që duan akseset e tyre të ndihmohen, por nga ana tjetër të vendosen para drejtësisë njerëzit që e tjetërsuan këtë vend, statusin e këtij vendi. Dhe në një farë mënyrë të fillojë një reaksion zinxhir për gjithë ata që kanë marrë hapësira të tilla, sepse e keni parë, vërtet për pjesën natyrore është problem, por mendoni ata që kanë ndërtuar siç kanë ndërtuar në Durrës si për kolektorëve, dhe Durrësi disa vite përmbytesh thjesht jo nga budalliku, por nga banginja e disa njerëzve. Rastet janë është laguna e Venecias, që ka një plan zhvillimi që jeton edhe brenda kësaj konventës Ramsar, ku edhe Shqipëria bën pjesë, po nga ana tjetër është edhe plan zhvillimi, dhe Venecia është ajo që është, ne kemi parë. Janë 3 laguna në Francë, është një lagunë në Spanjë, të gjitha kanë zhvillime. Ajo që ne duhet të sqarojmë këtë gjithë kjo pjesë, për këtë duhen njerëz të mjedisit, për këtë duhesh Ministria e Mjedisit që tani nuk flet. Njerëz të mjedisit sa Zanguri? Jo, them për autoritetet shtetërore. Autoritet, okay. Duhet të caktonin statusin sepse janë disa nivele